intervistë dramatike që bëri buj, producentja e njohur e Big Brother VIP Kosova, Olsa Muhametaj, shprehu pikpamje të ashpra dhe të forta ndaj Gjestit, një nga konkurrentët më të komentuar të vitit. Pas daljes së tij nga Big Brother Kosova, Gjesti u transferua në Big Brother VIP Albania, ku menjëherë arriti të thyej rekordet e shikueshmërisë, duke u bërë një nga personazhet më të ndjekur të këtij edicioni. Por Olsa nuk ndali kritikat ndaj tij. Ajo e përmendi Gjestin në një intervistë të fundit, duke thënë se ai nuk është një lojtar i fortë dhe se nuk ka mbështetje të mjaftueshme nga publiku për të fituar titullin. Fjalët e saj ishin të qarta dhe të ashpra. Gjesti nuk ka vota. Ai është mbështetur kryesisht nga një grup adoleshentësh, por kjo nuk është mjaftueshëm për ta bërë fitues në këtë lojë, tha Olsa. Në këtë intervistë, producentja theksoi se, përtej përfitimeve momentale që mund të ketë sjell prania e Gjestit në Big Brother VIP Albania, ajo beson se publiku nuk e ka marrë ende seriozisht si një konkurrent të vërtetë. Ajo shtoi se shumë herë spektakli është përcaktuar nga ndjeshmëria e grupeve të caktuara të audiencës, të cilët mund të ndikojnë në rezultatet e votimeve, por kjo nuk është një garë e bazuar vetëm tek ndjekësit e rinj dhe të apasionuar pas show. Komentet e Olsës kanë shkaktuar një reagim të fortë në mediat sociale dhe mes tifozëve të Gjestit, të cilët i kundërshtojnë mendimet e saj dhe mbështesin konkurrentin si një figurë që ka fituar më shumë se sa një grup të caktuar adoleshentësh. Në këtë debat të nxehtë, ai që mbetet i paqartë është nëse do të mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë komentet e Olsës mbi gjendjen e Gjestit dhe mbështetjen e tij tek publiku i Big Brother VIP Albania, i cili vazhdon të mbetet mjaft i pasigurt për momentin.